nderuar qytetar, të nderuar kolegë deputet, ju që jeni në sallë dhe ata që janë në Dubai, se në fakt bosi inceneratorëve edhe i qeverisë është në Dubai, e vetmja këshill që mund t'i jepni më është që të ketë pak kujdes me kripën kësaj radhe ke Nusreti, e t'i hedhni në sy këtej qytetarëve të vetë në Shqipëri që sot paguajnë naftën më të shtrenjtë në botë, edhe jo në Europë. Të bën habi që në këtë sallë, pasi ke 4 muaj që dëgjon në Komisionin Hetimor të Inceneratorëve, pralla me mbret për impiante që nuk funksionojnë, për inceneratorë që nuk funksionojnë, të bën habi se si mundet deputet të zonave ku janë ngritur inceneratorët të dalin dhe të flasin me ndjenja krenarie për inceneratorët. Duke nisur nga fundi për të folur për inceneratorin e Elbasanit, sot që ne flasim, unë nuk e di nëse deputetët dhe mazhoranca e di, por kjo vepër është nën sekuestro nga ana e prokurorisë edhe nga ana e SPAK-ut. Sepse siç e tha kryeministri i cili ishte krenar për udhëheqjen e këtij revolucioni mjedisor dhe korrupsioni në fakt, 3 bashkëudhëtarët e tij dhe bashkëortakët e tij në aferën e inceneratorëve, çuditërisht, në vend të ishin bashkë me të dhe krenar, sot janë në kërkim. Nuk janë më vetëm në kërkim kombëtar, por tashmë janë shpallur në kërkim dhe nga Interpoli. E kam këtu fjalën për zonjën Stella Gugallia, një vajzë 27 vjeçare në mos gaboj, e cila kishte fatin e madh që në vitin 2014, pas shpalljes së gjendjes së katastrofës dhe emergjencës mjedisore në qarkun dhe në bashkinë e Elbasanit, kjo zonjë çuditërisht brenda natës u gdhi fituese e një kontrate për 22 milion eurosh me një kompani që nuk kishte më shumë se 1 milion lekë vjetra kapital dhe pas një ditë eksperiencë në këtë fushë. Pasi tentuan grabitjen dhe pasi e kryen me sukses grabitjen e parave me një rekord olimpik dhe botëror në fakt, ku muaji dhjetor i vitit 2014 shënon edhe vendosjen e një rekordi botëror për sa i përket procedurave zyrtare të shtetit, ku 17 institucione brenda një dite të thjesht, 8 orarshi, prodhuan 17 vendime, miratuan një kontratë 40 faqe, dhanë mendim, e morën për opinion, e paraqitën pasaj të nesërmen në mbledhje qeverie, e gjithë kjo procedurë, harrojnë ta përmendin kolegët e mazhorancës, u krye në shkelje të plot ligjit dhe e pa bazuar në ligj. I referohem këtu sepse dëgjojmë kolegët socialistë që edhe në komision kanë thënë që ne nuk kemi paraqitur dokumenta, por unë kam dëshirë që sërish, si edhe në komision, këtu të flas me dokumenta. I referohem këtu shkresës me numër 12303 fraksion 2 protokollit, datës 18/11/2014 të Agjencisë Prokurimit Publik, ku drejtori asaj kohe, Eduard Ameti, e sqaron mjaft mirë se sa i takon llojit procedurës përgjithëse për objektin konkret, APP-ja arsyeton se procedurat që mund të përdoren për këtë koncesion janë 1 procedura e hapur, 2 procedura e kufizuar dhe 3 procedura me negocim me shpallje paraprake të njoftimit kontratës. Procedura me negocim pa shpallje paraprake është një procedurë që ekziston vetëm në ligjin dhe mendjen e kryeministrit, i cili është në të vërtetë në gjykimin tim dhe gjithë qytetarëve që janë prekur nga kjo aferë, bosi i vërtetë dhe pronari i inceneratorëve. Me këtë shkresë, mjaftonte kjo shkresë që Lefter Kokës, ish ministri të mjedisit të kësaj qeverie dhe personi që ishte i pari që inicioi këtë procedurë, bashkë me të Ëngjëll Agashi sot duhet ishte para drejtësisë, sepse ju e shihni që në këtë shkresë në djeni vendoset edhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, i cili edhe pse u vund djeni për një procedurë që nuk ekziston kërkun në ligj, edhe pse drejtoresha aktuale e APP-s erdhi para komisionit dhe tha që për ne kjo procedurë nuk ekziston, nuk kemi asnjë informacion, sërish vendosi ta fusën në mbledhje qeverie dhe ta miratonte. Por duke qenë se Oreksi vjen duke ngrënë, një vit më pas, kaluam ke inceneratori i Fierit, një kontratë që nga 22 milion euro, vajte në 28 milion euro, që sigurisht ka një shkelje që këtu kolegët socialistë nuk e përmendin, thonë që nuk u faktua, por sigurisht u faktua, se me ndrimin e vendit të ndërtimit e inceneratorit, u shtua një kosto për 460 milion lekësh, e cila nuk ishte kërkuar e para menduar dhe e parashkruar në studimin e fizibilitetit. Sot që ne flasim, për gjithë ata qytetarë që ende mund të kenë pikpyetje,
duhet ju bëjmë dije se administratori I inceneratorit të Fierit e ka pranuar publikisht para komisionit hetimor se duhen edhe rreth 30 deri në 40 ditë që inceneratori I Fierit të vendoset në punë. Ndërkohë që po këtë deklarat identike ja ka dhënë kryeministrit Edi Rama në muajin prill të vitit 2021, ndërkohë që ishte në fushat elektorale. Pasi bën një vizitë në atë kapanonin e ngritur të lyer bukur, se këtë punë e qanë qeveria, I deklaroi publikisht para shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve fierak se incineratori për 30 ditë do të kolaudohej dhe do të fillonte punën. Vjedhja më e madhe në fakt do të vinte dhe do të ndodhte në Tiranë, në patronazhin direkt të Erion Veliajt, I cili në datë 27/3/2017, me shkresën numër protokolli 3275 fraksion 1, I jep miratimin në parim sipas inocentit Erion Veliaj, nisjes së inceneratorit dhe ngritjes inceneratorit të Tiranës. Ku gjatë gjithë kohës kolegët socialistë përmendnin vetëm faqen e parë, ku është firma dhe vula e kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, por harronin të citonin dhe të lexonin faqen e dytë, ku në fakt është angazhimi financiar në cilin Erion Veliaj, në shkelje të ligjit për vetë qeverisjen vendore, e futi Bashkinë e Tiranës në një angazhim financiar për 30 vite me firmën dhe vullnetin e tij personal, dhe e futi Bashkinë e Tiranës dhe qeverinë shqiptare në një angazhim financiar që kushton 230 milion euro. Vetëm kjo shkresë. Ajo që ka ndodhi më pas është që kjo shkresë në fakt ndroi të gjithë fatin dhe historinë e inceneratorit Tiranës, që sot qytetarët e dinë mjaft mirë që nëse në 27 mars 2017 ne nuk kishim incenerator, por kishim landfill të Sharrës, sërish sot në mars të vitit 2022 nuk kemi incenerator, por kemi prap landfill të Sharrës. E vetmja diferencë është që janë paguar një 37 milion euro për këtë incenerator, për të cilat, po ju jap vetëm 2 zëra. Në komision u vërtetua se 658 milion lek, inceneratori ka paguar kompaninë Zoto Consulting SE Partners të Stella Gugallës dhe Klodian Zotos për konsulencë. Që të më kuptojnë qytetarët, se këtu flitet shumë me teknikalitete. Klodian Zoto ka paguar $650.000 Klodian Zoton që të këshilloj Klodian Zoton, në vend që këto para të shkonin në investim për inceneratorin, në trajtimin e mbetjeve, riciklim etj. 804 milion lekë janë paguar për bileta udhëtimi, dhe këtë ne e kemi faktuar në komision, në një periudhë që e gjithë bota, sigurisht dhe Shqipëria, ka qenë e mbyllur për shkak të pandemisë COVID-19. Të gjitha këto vjedhje që po flasim për Tiranën, e shumë kompani tjera që janë të dënuara për mashtrim financiar, për evazion fiskal, për rimbursimin e TVSH-s në mënyrë të padrejtë, për vjedhje të buxhetit të shtetit me miliona euro. Të gjitha këto në fakt unë kam detyrim moral dhe personal, e kanë zanafillën Tiranë tek humbja e një jete të re, tek Ardit Gjoklaj. Ai I ri të cilit pasi humbi jetën në mënyrë tragjike në landfillin e Sharrës në vitin 2015, Erion Veliaj dhe Edi Rama, që janë kujdesur të shkojnë çdo familje që mund të ketë pasur një tragjedi gjatë këtyre viteve, dhe shumë mirë kanë bërë që kanë vajtur, nuk I shkelën kurrë në shtëpi, sepse e keq përdorën këtë rast tragjik, ku Erion Veliaj u shpreh pas disa javësh pasi humbi jetën Ardit Gjoklaj. E keni këtë me video dhe kjo është treguar gjatë këtyre kohëve në media, se për shkak të këtyre kushteve shumë të këqija në landfillin e Sharrës, një kompani e madhe holandeze me eksperiencë të jashtëzakonshme do të vinte për të investuar në landfillin e Sharrës. Kjo deklaratë e Erion Veliajt, që sigurisht nuk mundet lëshoj deklarata serioze dhe të vërteta, rezultoi sërish e rrem, duke na pasqyruar në këtë rast Klodian Zoton, një shqiptar, nuk e di nga është me origjin, po e di që është shqiptar, si një holandez me eksperiencë, I cili ndërtoi një kompani fantazëm dhe erdhi dhe fitoi brenda 24 orësh një kontratë 128 milion euro. Të dashur qytetarë, kompania Integrated Energy BV SPV është themeluar në datën 31 gusht 2017 dhe po në këtë datë ka firmosur me qeverinë shqiptare një kontratë në vlerë 128 milion euro. Unë Belin Këlliçi nuk di një rast tjetër në botë ku kjo të ketë ndodhur. Nëse ka ndonjë socialist, qytetar, demokrat, a kushdo, që mund të më jap një rast tjetër analog në botë, unë të riqem dhe kërkoj ndjes.
Por minimumi që duhet bënte sot bosi i incineratorëve ishte që t'ishte këtu, t'i jepte shpjegime para qytetarëve dhe të kërkonte ndjes që ka mashtruar opinionin publik gjithë këto vite me radhë, dhe ne bashkarisht t'i kërkonim SPAK-ut të bënte detyrën e tij. Kjo aferë nuk fillon dhe nuk mbaron me Lefter Kokën. Kjo aferë shkon deri në fund nëse para drejtësisë do të shkojë Edi Rama, Erion Veliaj, Arben Ametaj e të gjithë zyrtarët bashkë me Alqi Bllakon që janë të përfshirë në aferën më të madhe korruptive të këtyre 100 viteve. Me të vërtet pati një diskutim a janë vjedhur deri tani 430 apo 100 milion dollar, po ja u them unë, ti bie në shkurt, deri në tani, për këtë aferë janë vjedhur 100 milion dollar. 430 do të vidhen minimalisht për të tërë periudhën e koncesionit. Sot që ne flasim, nuk kemi asnjë incinerator që t'jetë në punë, asnjë incinerator nuk prodhon energji dhe para syve të gjithë qytetarëve shqiptar, Komisioni i Hetimit të Incineratorëve tregoi se kemi të bëjmë thjesht me një organizatë kriminale e cila ka vjedhur të ardhmen tonë, xhepat tonë dhe sigurisht nuk ka bërë asgjë për të përmirësuar ndotjen e ambientit në këto 3 qytete me këtë aferë e cila është e denjë për të shënuar rekorde olimpike për sa i përket vjedhjes. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Kolli.